Zbulohet bima që forcon kujtesën dhe trurin, ja si ta përdorni. Antioksiduesit e acidit të rozmarinës në masë të madhe mund të parandalojnë ose të ngadalësojnë shfaqjen e sëmundjeve të Alzheimerit dhe sipas ekspertëve italian, edhe mund ta lehtësojnë atë. Rozmarina është një bimë që përdoret në kuzhinë. Me kalimin e viteve është vërtetuar se rozmarin mund të përdoret si një recetë shtëpiake për shumë probleme shëndetësore. Një nga vetitë unike shëruese të saj është mbrojtja nga ankthet. Kjo është një arsye pse sa gjatë kohëve të lashta ajo është vendosur në jastëk. Studimet kanë vërtetuar se rozmarini është e pasur me acid natyral që lufton radikalet e lira që dëmtojnë trurin dhe njëkohësisht edhe kujtesën. Ekzistojnë shumë studime të cilat tregojnë se rozmarin ka shumë efekte shëruese, sidomos në përmirësimin e kujtesës. Sipas Dr. Mark Moss, rozmarina me ndikimin e saj në kujtesë është vërtetuar duke u bazuar në studime dhe ullëtime që lidhen me këtë çështje. Disa nga kompozimet të rozmarinës në mënyrë të suksesshme absorbohen edhe përmes lëkurës huaj në mënyrë që të merrni përfitimet e tyre më të larta.